i përmenda. Gjithsesi, të dashur, historikisht, shqiptarët dhe iranianët janë pjesë e familjes së madhe indo-evropiane. Kontakti i parë, indirekt, midis këtyre dy kombeve, daton që nga koha e antikitetit, koha e ershme, atëherë kur ilirët dhe perset përfshihen në të njëjtat procese historike në hapësirën mesdhetare, lindore dhe në hapësirat e Ballkanit. E dini ju shumë mirë, e keni mësue në shkolla, keni lexuar, keni dëgjuar edhe hoxhallar të tjerë teksa i shpjegojnë këto tema intelektual të tjerë, e dini se ilirët kanë jetuar që aty midis shekullit të 7 deri te shekulli i 2 para erës sonë, deri tek pushtimi romak. Do me thonë, perandoria ta quaj, Iliria ka pas jetë një 500 vjetë. E dyta, Aleksandri i Madh ka jetuar në shekullin e 4. Do me thonë, përgjatë kohës kur kanë qenë ilirët. Saksisht, mes viteve 356 dhe 323 para erës sonë. Ka vdek shumë i ri. Dërsa Persia në Evropë, në kohën e Darit një, ose me këtë gjuhën latine këndej, në kohën e Dariusit, Persia në Evropë vje në kohën e Qetina, aty ka fundi i shekullit të 6, saksisht në vitin 513. Pra, ilirët më herët dhe më gjatë, Persia arrin në Evropë në shekullin e 6, ndërsa Aleksandri vjen më vonë që aty ka shekulli i 4 para erës sonë. Për shka i përmena këto, për t'i kuptuar faktet dhe ato të cilat do t'i përmend